Thënie nga Mahatma Gandhi, politikan dhe filozof I mirënjohur indian dhe botëror. Citojmë disa prej thënieve të tij. Derisa të kesh një ëndër në zemër, nuk do të humbësh kurrë kuptimin e jetës. Edukimi I vërtet është nxjerrësh më të mirën nga vetja jote. Kafshët që jetojnë të lira nuk vdesin uri. Mes tyre nuk ka të pasur të varfër. Nuk kanë nga ata që hanë disa herë në ditë e nga ata që s'kanë që të hanë. Këto dallime janë vetëm mes njerëzve dhe vazhdojmë ta mendojmë veten më lartë se kafshët. Sado dikush të vetëdijësohet se bindja ndaj ligjeve të padrejta bie në kundërshtim me dinjitetin e tij, nuk ekzistojnë më tirani që mund ta nënshtrojnë. Zoti nganjëherë I vën në prova të mëdha njerëzit që dëshirojnë t'i bekojë. Nëse vërtet të dëgjojnë të gjithë, nëse përshpërit të dëgjon vetëm kush gjendet pranë teje, por nëse heshtë të dëgjon vetëm kush të dashuron. Njeriu është thjesht rezultati I mendimeve të veta. Ai bëhet çfarë mendon. E ardhmja varet nga çfarë bëjmë sot. Është më mirë të jemi të dhunshëm nëse ka dhunë në zemrën tonë, se sa të veshim zhgunën e mosdhunës për ta fshehur pafuqinë. Kush punon për qëllime fisnike, nuk dështon kurrë. Kush nuk njeh veten është I humbur. Duhet që kohën e lirë ta përdori më së miri. Veprimi shfaq përparësitë. Forca nuk rrien nga aftësitë fizike, por nga një vullnet I pamposhtur. Arti I vërtet do të lindë gjithsa herë që njerëzit do të vëzhgojnë bukurinë e së vërtetës. Zoti është ndërgjegje morale, madje është edhe ateizmi I ateistit. Urrejtja mund të mposhtet vetëm nga dashuria. Fitoria rritur me dhunë është e barazvlershme me humbjen, pasi ajo është e përkohshme. Është I paditur ai që është I tepër I sigurt për diturinë e tij.